Këtu kemi një PTZ e cila arrin të kapi pamje në shumë kilometra dhe duke patur ne këtu mund të fokusohemi në përpamjet që ne duam, si për shembull në rrugë ose diku në një pallat dhe duke me anë të jajt ne mund të fokusohemi direkt tek pamja që ne duam, duke klikuar dhe vetë detaji shkon dhe fokusohet aty ku ne dëshirojmë që të kemi pamjen më të shpejtë. Kjo është një nga risitë edhe një nga teknologjitë që Tjandi e ka dhe me të cilat është diku më përpara se konkurrentët tanë. With this one? Oh, s'ka tjetër. Sorry. Duke pasur një teknologji të smart dhe menaxhimit smart, ne mund të bëjmë pjesën e numërimit të njerëzve dhe duke pasur zonat që ne duam të shikojmë hyrjet dhe daljet e personave, duke parë fluksin, se sa njerëz hyjnë dhe sa njerëz dalin në një zonë të cilën ne duam ta monitorojmë. Dhe në këtë mënyrë ne kemi të drejtë dhe kemi shumë arsye që ne të jemi të qartë sepse duhet të monitorojmë në një kompani të madhe, po themi, për pjesën e numrit të punëtorëve ose vizitorëve. Këtu kemi kush dhe Smart Manager Personnel, me të cilën ne shikojmë dhe fluksin se si njerëzit lëvizin dhe ndërkohë ne mund të shohim me anë të kësaj teknologjie smart, ne mund të shohim dhe një që të parandalohen ngjarje të cilat duke parë një person me face capture, me anë të kapjes së fytyrës, ne shikojmë dhe itinerarin se ku njeriu lëviz, ai person të cilin ne duam ta kontrollojmë. Tjetër teknologji është teknologjia për ashensor dhe për tymin, për zjarrin. Në momentin që në zonat ku nuk lejohet të pihet cigare, po themi, ose ka një rrezikshmëri të zjarrit, kamerat janë të tilla, teknologjinë e tillë që do jenë si vjet, të cilat duke mos qenë dhe termal, arrin të kapin pjesën e zjarrit dhe të tymit në një zonë që kur nuk është e lejueshme. Sidomos dhe me pjesën e kamerave të ashensorëve, të cilat ne kemi pasur goxha kërkesa, kamera arrin që të jetë në gjendje të shikojë nëse ka një anomali të ashensorit, nëse ka një problem, nëse dikush fut një objekt të cilë nuk lejohet të futet në ashensor, si një motor apo një diçka që nuk është e lejueshme për aty, dhe nëse ai ka një anomali, kamera arrin që të na japi një njoftim për këtë anomali. Dhe kemi ajo të jep gjithë pjesën e dorës, pjesën e nëse ashensori ka një problematik në bie apo ka një lëvizje jo të rregullt, temperaturën, në çdo gjë që mund të ndodhi në ashensor. Këto janë në Kinë, sidomos dhe në Amerikë, janë këto si quhen tip shtylle, e cila ka një alarm dhe në momentin që dikush ndjen një rrezikshmëri, sepse normalisht, sidomos në Amerikë, dihet që ka shumë te kjo pjesa e kriminalitetit që është goxha i përhapur, njerëzit janë gjithë me armë, dhe në momentin që një njeri ndjen një frikë ose një pasiguri, mund të shtypi butonin dhe kamerat të cilat janë në rrethin aty fokusohen dhe direkt ky buton çon një thirrje tek policia. Dhe këtë është një teknologji e re të cilën Tjandi e ka hedhur në treg. Këtu kemi pjesën e lumenjve dhe të shtrajt lumenjve të pjesën kur kemi probleme me përmbytjet. Po të shikoni, kamerat në fillim aty për PTZ janë 100 metra larg nga lumi dhe shikojnë mënyrën se si vjen rryma. Në momentin që ajo rryma ka një fryrje apo ka një tejkalim të masës, ato sinjalizojnë sepse për të parandaluar një përmbytje të mëtejshme. Ndërkohë kamerat në pjesën e dytë janë me 4G dhe janë të lidhura direkt me satelit. Është një satelit i cili funksionon vetëm për Tjandin dhe ato arrin që në momentin që ka një anomali në shtratin e lumit, japin një alarm nga sateliti dhe bën njoftimin që ne të marrim masat. Ndërsa droni është po ashtu pjesë e produkteve të Tjandit, ai arrin që nga 3 kilometra të bëjë të gjithë të pjesën e kamerave që ishin paraardhëse. Këtu kemi një pamje të nivelit të ujit. Po të shikoni,
kjo pamje që ofron kamera në qoftë ditën, qoftë dhe natën, është një pamje që është diku rreth 700 metra larg dhe arrin që të na shikojë dhe të na dallojë shumë qartë pjesën se sa është niveli i ujit dhe ne mund dallojmë në momentin që kemi një problematik në zonë. Po kështu kemi dhe kamerat të cilat masin sasinë e rrjedhjes e volumit të ujit dhe kjo është një diçka shumë inovative pasi patjetër sidomos në Shqipëri ekziston shumë kjo lloj problematike për shtatet e lumejve. Këtu kemi disa nga projektet që janë realizuar në shumë shtete të botës. Kemi më kalu. Tani do të dëshiroj t'ju prezantoj disa nga risitë në produkte që do kemi për këtë vit, pasi si çdo kompani, normalisht që Tjandi është goxha përpara dhe ecën shumë me kohën, ka implementuar në shumë nga produktet e vet inteligjencë artificiale për të pasur një kontroll dhe një zhvillim më të mirë dhe për të pasur edhe një ideja është që njerëzit kamera mos jetë thjesht si një mjet vëzhgimi. Ideja është që njerëzit ta kenë dhe si mjet për të pasur më shumë kontroll mbi territorin e vet, sepse shumë prej jush, me ata që punojnë unë të paktën shumë, ne konsiderojmë kamerën si thjesht si një mjet vëzhgimi për të parë oborrin apo normalisht kamera duhet të jetë një roje. Nuk është se duhet të jetë thjesht për të parë ti, për të vëzhguar ti çka shkalon aty apo ç'a ndodh, por ajo duhet të të lajmëroj për një diçka që mund të ndodhi. Dhe tani do të prezantojmë pak Okay. Atëre, tu kemi serinë e parë që është seria më bazike e Tjandit. Kamerat analog killer. Këtu do kemi një risi goxha të rëndësishme sepse po të shikoni me blu, janë produktet të cilat janë mbaruar dhe janë hedhur në treg. Ajo është një kamerë dual lens me lente 2 megapiksel, e cila është një kamerë panoramike, ofron një pamje panoramike dhe me një çmim shumë të përballueshëm për të gjithë. Ndërsa seritë e tjera janë ato që ju punoni ndërkohë. Këtu kemi serinë Spark, të cilat do ketë një risi sepse të gjitha do jenë, kemi atë me 6 megapikselin, 4 megapikselin, por duke qenë tani në të ardhmen, këto me blu që do hidhen, tu kemi po si ajo AK-ja që pam me 2 megapiksel, por te seria Spark do jetë kamerë panoramike 4 megapiksel. Dhe tek të gjitha seritë e Sparkut, një risi do jetë që do jenë të tëra me pjesën e kartës memorjes dhe me pjesën e IR-s dhe të dual light-it me color. Po të shikoni tu jemi te SMD 10, domethënë që është pjesa është të themi bazike e pjesës së Sparkut. Ato do bëhen gjitha me SMD, me Smart Motion Detection dhe po t'i krahasojmë me kamerat e disa kompanive, po themi si motra, se ne normalisht që Tjandi dhe ne atë krahasim do bëjmë. Këto do fokusohen në human dhe vehicle, në njerëz dhe në pajisje, dhe do kenë një kështu, se s'po më vjen shqip tani, një saktësi, thank you. Një saktësi deri 95%, gjë që është goxha e lartë të krahasuar me shumë kompani të tjera. Dhe normalisht që
përqindja e alarmeve falso ka zbritur në më poshtë se 8%. Kjo tregon domethënë që kamerat do jenë goxha të sakta në atë njoftim dhe në ato që ne dëshirojmë. Po shikoni këtë, është Smart Dual Lighti që ju gjithë besoj shumica për ju se e kanë provuar dhe e kanë parë, të gjitha do jenë me Smart Dual Light dhe në momentin që dikush hyn në zonën që ne duam të survejojmë, ajo do ndezi dritat. Për momentin seria Spark nuk e ka patur dhe kjo është një nga risitë që do e hedhi te kjo seri. Këtu kemi një krahasim me disa brende dhe po të shikoni seria Spark arrin që të ketë një luks dhe të kemi disa përparësi, aty me shile të tregojmë përparësitë që Tjandi ofron, duke pasur luksin shumë të ulët, që kamera të arrijë që në një pamje sado të errët të arrijë të japi një pamje shumë të qartë, dhe plus pastaj kemi edhe SMD1-shin që kishte ato përparësitë për pjesën e alarmeve falso dhe për pjesën e saktësisë. Këtu jemi tek kamerat dhe këtu jemi te alarmet me siç jemi te SMD2-shi dhe SMD plusi. Atëherë të gjitha kamerat do kenë një upgrade në këtë pjesë, pasi të tëra do jenë të fokusuara, do jenë të tëra me të gjitha çfarë përmban VCA-t, alarmet, dhe duke i pasur të gjitha këto, normalisht që kamerat do jenë goxha më të avancuara në pjesën e përdorimit dhe në pjesën e këtu kemi tek seria Light që po të shikoni, do fokusohemi tek pjesa e tabelave me blu, të cilat kanë arritur që të kenë do kenë një upgrade goxha të fuqishëm, sepse panoramiket do jenë 8 megapikselit, do jetë edhe 4 edhe 2-sha, dhe do kemi një gamë akoma më të gjerë dhe goxha efektive dhe goxha për gjitha të mbulojmë, ideja është të mbulojmë të gjitha konsumatorët tanë, sepse jo të gjithë i përballojnë mbase kamerat më të shtrenjta, duan diçka dhe më të dhënat kryesore që Tjandi ofron në këtë vit do jetë SMD2-shi, që do ketë një saktësi deri në 98%, është një dhënë që asnjë nga kompanitë e tjera konkurrente nuk e ka kaq të lartë saktësinë. Do kemi mbrojtjen IK10 që është ato e kanë në disa kamera, por do jetë në të shumta në të gjitha, pothuajse gjithë seritë e saj, që është një nga faktorët që e bën kamerën shumë të sigurt, dhe çdo kamerë e serisë LK1 do jetë me AI, do kenë të gjitha do kenë pjesën e face capture apo do kenë dhe pjesën e detektimit. Dhe sidomos kanë bërë dhe një update mbi software-ën, duke bërë një stabilitet më të madh tek pjesa e iOS-it dhe tek pjesa e sigurisë. Dhe alarmi fals tek kjo lloj serie do jetë më pak se 2%, që është prapë një dhënë goxha e fortë e Tjandit. Kjo është SMD2-shi, që do kenë të gjitha përveç atyre funksioneve bazike që kanë perimetrin, se ato janë funksionet bazike të AI-s, perimetër tripwire, apo do kenë dhe të gjitha do jenë të tëra me klasifikim të njerëzve të makinave dhe me face capture. Tu kemi një risi prapë e Tjandit, do jetë që do ketë kanë bërë një infraredi, do ketë një gjë të tillë, sepse ne po ta kemi vënë re, në momentin që kamera është me infrared, kur dikush afrohet, del një fytyrë bardhë, dhe nuk është se ja dallojmë dot. Tjandi ka bërë këtë vit që kamera do bëj vetë detektimin. Në momentin që fytyra del e bardhë, do uli dhe do i ngrej vetë rrezet infra që në mënyrë që dallohen dhe të dhënat e fytyrës. Kjo është prapë një risi, sepse siç të gjithë e dimë, kur bie për shembull në shiun e madh apo në mjergullën, apo kur kamera humbet atë
pamjen e saj që ne dëshirojmë të ketë, po ashtu është bërë kjo pjesë me anë të ISP-s që kamera të dalloj vetë këtë, jo të hyj manualisht ne dhe t'i ulim apo t'i ngrejmë ato të dhënat, po vetë ajo të dalloj. Në momentin që ka shumë mjergull, ta arrijë që ta qartësoj vetë pamjen. Nuk ka nevojë më për pjesën manuale të personit që ta bëj këtë gjë. Do ta bëj vetë kamera automatikisht. Këto janë dy kamerë që ne kemi bërë Tjandi ka bërë një krahasim, një kamerë e DAOS dhe një e Hikut. Po shikoni dy pikat më të forta që janë, sepse kjo është një nga serit e lira, po themi bazike, dhe dy pikat më të forta që Tjandi do ketë është infraredi deri në 50 metra dhe për këtë seri dhe të gjitha do jenë me dual light, me warm light me kolor. Plus pastaj kemi dhe do jenë me SMD2-shin, e cila tham kishte një saktësi 98% dhe një gabim dhe një gabim 2%. Dhe të gjitha ato alarmet ato të AI-s themelore që duhet të ketë patjetër, që janë tu kemi rangun e PTZ-ve. Tek PTZ po ashtu është bërë një update për pjesën e panoramikes, e pjesën e tyre të PTZ me light, të cilat do jenë akoma dhe më të shpejta dhe më të mira, sepse është implementuar dhe këtu, po ashtu ai chip, ai gjë për AI. Sidomos tek disa PTZ do kemi sensor më të madh, do kemi 1.8 sensorin, duke bërë që ajo të ofrojë një pamje shumë më të mirë dhe po ashtu aperturën, atë hapjen e lentes e kanë bërë goxha të ulët, që gjë që sjell dhe një pamje shumë më të qartë. Tek pjesa e NVR-ve, ato ndahen tani, ju i njihni besoj shumica prej jush patjetër, që janë seria AK, seria Spark dhe serit që janë serit LK që janë me AI. Dhe të gjithë të NVR-t është implementuar teknologjia inteligjencë artificiale dhe sidomos në NVR të cilat ofrojnë pjesën e identifikimit fytyrës, të kapjes fytyrës, ato edhe me një kamerë të thjeshtë të analog killer, ato do arrijnë që edhe ajo kamerë të bëj kapjen e fytyrës, sepse algoritmi normalisht e ka NVR-ja dhe Tjandi e ka bërë këtë gjë që të kapi edhe me kamerat më të thjeshta. Dhe plus për atyre edhe një kamerë e thjeshtë DAOS apo Hikut do arrit ta bëj me këto lloj NVR-sh, sepse algoritmi tyre e ka bërë të tillë që këto kamera ta ofrojnë këtë shërbim. Këto janë disa të dhëna më shumë për pjesën e face detection, sepse të gjitha dimë që jo të gjitha në moment që një NVR ka disa kamera, jo të gjitha kamerat e ofrojnë të pjesën e face detection apo të gjitha në një të njëjtin kohë. Dhe të gjitha gjitha NVR-t që janë jo ato baziket fare, do ofrojnë këtë në 16 kamera njëkohësisht. Dhe plus që kemi dhe pjesën e të imazheve që do mbajnë deri në 20.000. Tu jemi tek pjesa e Easy7 që është software-i. Software-in këtë vit është një risi tjetër që software-i do ta kanë implementuar edhe për Windows-in. Jo vetëm do jetë edhe pjesë e aplikacionit do jetë edhe për Windows. Gjë që deri më sot nuk ka qenë. Tu jemi tek kamerat me panel dhe kamerat me wireless. Një nga risi do jetë që do kemi rritje të megapikseleve, pasi edhe kërkesat normalisht janë të tilla. Të gjithë kërkojnë sa më shumë megapiksel për të parë sa më larg dhe sa më qartë. Dhe kamerat me panel, përveç 5 megapikselit që patjetër do jetë është e prodhuar gjatë, do bëhet dhe 8 megapiksel. Gjithashtu, edhe tek pjesa e kamerave me wireless do kemi kamerat me 8 megapiksel. Këtu është një nga modelet, e cila ofron, domethënë përveç formës të këndshme dhe dizajnit që Tjandi ofron, kemi me efekt Starlight, që ajo ofron një pamje super të qartë, super dhe natën. Janë patjetër me auto tracking dhe me ata alertin blu dhe kuq, me tu e tok që flet nga dyja dhe dëgjim dhe
të folur dhe do jenë me micro CD dhe me cloud storage. Tani, kjo është teknologjia AOV, sepse disa veta më kanë marrë herë, më kanë pyetur për pjesën e kamera me panel. Kamera me panel nuk ofron dot atë pamjen, që të ofroj pamjen sekond më sekond, pasi vetë kamera, duke pasur teknologjinë me panel, për të ruajtur, po themi, atë gjatësinë e baterisë dhe kohën zgjatjen e baterisë, ajo bën vendodhje duke kapur në 1 sekond kap 1 foto, po themi. Dhe çdo sekond në 1 minutë kap 60 foto, të cilat pastaj i luan si një film. Dhe normalisht kur ka me re ose në kohë me shi që ajo nuk arrin dot të karikoj baterinë, kjo lloj teknologjie bën që ajo të kapi 1 frame, 1 foto në 8 sekonda. Dhe po ta shikosh, ajo pamja të del pak me një ndërprerje, po kjo është fare kësaj teknologjie sepse normalisht duhet të optimizojmë pjesën e baterisë dhe nuk është diçka që e bën vetë kamera, por për shembull, këtu kemi një video që kjo kamerë ka kapur fotot. Si nisë atë video në nëve pak, se do thjesht për që ka këto. Jo, kënaqësi, no problem. Dhe duke bërë këtë, bën të mundur që edhe memoria që ajo zë në kartë është shumë e ulët dhe efektiviteti vetë është goxha i lartë. Ka gjë. No, I just wanted to see the video, no. Oh, I see, okay. Just for example, no problem at all. Jo, doja të shifsha unë thjesht, se më e kisha më shumë për... S'ka problem, no problem. That's it? Come on, let's slide. Kaq kisha unë për të thënë, nuk e di, mbase se s'dua të zgjatet më tepër. Besoj ato kryesorët ne i morëm për plus pas tjetër do jemi në kontakt me të tërë siç jemi gjithmonë, kështu që ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Ju urrofshi që erdhët, sepse e di shumë mirë që sakrificën dhe atë që keni bërë. Faleminderit. You said different. Huh?